me fal në vaktin e vet. Si ti e vakti, më njerë me kuli kujdes. Nalë me çto. Kur është vakti? Ato 5 kohët e namaz janë caktuar në sheria. Mëson në librat e fikut, koha e sabahit, koha e drekës, ikindis, akşam dhe yatsia. Po dihet në takvim në sa ora. Po nëse vonojmë pak, nëse vanohet pak nuk ka problem, po disa nuk ka ik koha tjetër e namazit. Ka disa kohë. A pranohet namazi, më fal që a pranohet namazi I drekës nëse e fali 20 minuta para se me thirrë qindia? Po pranohet. Nuk ka problem, por nuk preferohet. E çka rregull me valu ikindin bëj para akşamit, çdo 20 minuta, tu ka tani ulemat me Hanefi kanë mekruh tahrimen, afër haramit me lën namazin deri, edhe pse dush me fal. Edhe në këtë kohë dush me fal, por ki shkel me ndalë se janë do hadithe, me na kanë ndalu me fal namaz disa kohë caktuar. Një ndërkohë është me fal namaz para akşamit. Para akşamit. Para bote e valu ikindin deri në një kohë që ndalohet namazi, kështu më thon te ikindia kështu është më e ashpër çështja. Te ikindia po. Gjithashtu te sabaj me falën tu lin dielli. Sepse dush me fal, e ki obligim me falën, por për shkak që e ki vanue, mas ka dal dielli, edhe tu dal dielli, këtë rast më thon ti ke bën një çfarë shkele me një aspekt tjetër, se ki fal në kohën kur ndalohet, e ki kry fal, dush me krye, dush me vanue, por ke bën një çfarë shkele të një dispozite që s'ma mu fal në ta kohë. Kjo vlen vetëm për sabaj dhe ikindin. Kurse në vakte tjera, si mos i dha me vanu drekën deri para ikindin nuk prish punë. Por e mirë me fal vaktin e vet, edhe me fal me xhamat.